se ti nashti ishe në nështu, po t'i kush me i nesh. Burrell? Po, në Burrell. Edhe kjo figurativisht ke më duhi. Kretë nga kështi në spaq, Albin. Jo. Pa, ase ko qa tendenca? Ty bre po doket, edhe ajo s'do më thonë që ashtu që vishë ty që doket. Unë kom argumente. Ato ti menon që argumente. Albini po ju thot Kosovove, na u boni komplot botnuë. Ty po doken argumente. Na u ka boni komplot botnuë. Ty po doken argumente. Asti argument zoti Goshi për fotin e keq. Okej, e ka përcjell. Publikut nuk e ki. Shkojmë te argumentet politike. Argumentet politike, përsëri rikthehemi shumë pozicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lumir Abdixhiku ka folur para gazetarëve. Ai në 2 deklarata edhe paralajmëron padi ndaj Kurtit, edhe thotë është befasi se si 48 deputet i ka nuk arrin ta bëjë shumicën, por ma jep deklaratë numër 8, që ta ndjekim në ndërkohë për ta komentuar pozicionin e tij. Që nëse shkon qeveri do të ketë padi penale për këtë gjë. A keni bërë sepse Do ta bëjmë sepse një njeri që jep betimin për deputet është deputet. Edhe nuk mund të jetojë deputet edhe ushtrues e tyre e një pozicioni tjetër është ndaluar me kushtetutë, ka që thjesht është kjo çështje. Abdixhiku paralajmëron padi shala për Kurtin nëse shkon zyrtar kjo zoti Lumir Abdixhiku mundet me thonë, po nuk është çaq e thjesht kjo për të shqyrtuar kushtrim sepse zyra apo posti kryeministrit ka vazhdimshmëri të përhershme. Po. Nuk mundesh me pas institucione pa kryeministër në detyrë ose të dorëhequr. Për do të jetë një çështje shumë me koklavitë nëse vendoset të dërgohet në gjykatë kushtetuese. Unë nuk e di ata gjykatë se çysh kanë me dalë me një përfundim. Në anën tjetër është e vërtetë që nëse bosh deputet nuk mund të bukon asnjë post tjetër. Po në anën tjetër është një situatë që nuk i ka ndodhur më herët Kosovës dhe ku ka bon ligj për qeveri. Po ka bo. Vetë që kjo qeveri ka bon ligj. Që kjo shumicë. Veni kur s'mund me met pa kryeministër. Do të jetë një debat i vështirë aty në gjykatë kushtetuese. Po problemi që ka bon Lenin 26 që ka unë s'mund ham aty. Po kryeministri gjithmonë është në detyrë. Çka ja bon vetit krenar Shola sa bo kërkush. Kryeministri gjithmonë është në detyrë. Po këtu ja bon vetit, që to budallallëçe e kanë ngul një Kosovë pe man pen. Ju hiç as nuk skuqeni. Inshallah ato një vit si gabime. Për Abdixhikun jemi duke folur tani mos dalë ka pasur edhe të kaluara. Do të jetë një çështje mjaft delikate për ta shurtuar sepse ka argumente për të dy anë. Kryeministri gjithmonë është në detyrë. Ka zgjidhje, nuk mund të me pa kryeministër. Në herën e kaluar. Si do paralajmërimi se do ta padis zotin Kurti, zoti Abdixhiku. Ata do të ngresim, do të bëjmë padidh, mandej gjykata vendos nëse ka edhe çfarë roli është duke luajtur në këtë situatë një krize kuvendore të Kosovës, zoti Abdixhiku, sipas teje? Unë mendoj se LDK-ja dhe PDK-ja të dyjat janë duke prit nëse ka ndërmend Kurti me bo qeverinë. Dhe nga regjia lusë edhe deklaratën e Memlit, po që se e kemi. Pastaj mendoj se ju takon, përgjithësia kalon tek PDK-ja dhe edhe të LDK-ja, që edhe këto me tentu me bo qeverinë nëse Kurti nuk e bën një gjë të tillë. Por pa u konstituu kuvendi, sepse ne po harrojmë se kuvendi nuk është i konstituar. Ai konsiderohet i konstituar madje masi zgjedhet kryetari dhe kryesia. Kështu që ne e kemi një situatë kur nuk kemi institucione. Tashti, kjo është hera parë kur jemi në një gjendje të tillë. Jo vetëm për shkak të ligjit, po në të kaluarën, kryeministrat në detyrë nuk e kanë bërë betimin me njëherë. Kemi raste, e mbaj mend shumë mirë Abdullah Hotin, i cili nuk ka arë me bërë betimin e deputetit, para se me ka nejtë pro, e ka prit deri sa ardhë kryeministri e ka marë postin, mandej ardhë dhe ka bërë betimin, sepse mundet, një deputet nuk do me thonë që ditën e parë kur bëjnë se gjithë Qështë me unë e para ndalon, konflikt e interesit o që kjo, s'munit me konë se edhe deputet edhe ministre, se s'munit. Na s'munit, po për shkak në Britani munit. Po të na letin Britani kanë bret, o ti, apëton, është tjetër kërëzistem tjetër, na s'kena bret. Po, Shqipen. Po, përdesa Shqipëria po e lejon një gjë të tillë. Pra po thamë, funit është vullneti. Kurti nuk e ka thjesht vetëm apo mundet me u bë kryeministra jo, çka
pasi të bëhet kryeministër. Kjo është paqartësia. Okej, Abdi Xhiku, roli ti? Roli ti mendoj